Pra unë jam ardhi nga qyteti i Durrësit. Ju më njihni shumë mirë se kush jam unë. Pra unë kam bërë sa video në YouTube dhe kam parë sa komente, ju më keni shajtur. Ju lutem përse më keni shajtur te komentet. Për personat që mua më kanë shajtur, unë i kam lënë Allahun. Për personat që më tallin, unë i kam lënë Allahun. Ju lutem përse më shani, çfarë ju kam bërë. Po ju them për herë të dytë, për personat që mua më kanë shajtur, unë i kam lënë Allahun. Për personat që më kanë tallur, unë i kam lënë Allahun. Vetëm Allahu është i madh dhe ai shikon, vonon, por nuk harron një ditë. Pra, kur thuhet një fjalë, eshendu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që do të thonë nuk ka zot përveç Allahut, dhe i dërguarit i është pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, po ju them edhe një herë, eshendu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që do të thonë nuk ka zot përveç Allahut, dhe i dërguarit i është pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra ju lutem, për çfarë ju kam bërë që më shani? Pra Allahu është shumë i madh. Allahu shikon, vënon, por nuk harron një ditë. Ju lutem, unë nuk jam person që të shaj njëri. Unë vetëm i kam lënë Allahun të gjithë ato që më shajnë, të gjithë ato që më tallin dhe që më keni shajnë në komentet që unë kam parë në videon time. Pra ju lutem, dhe Agron Lakës që më ka edhur unë që kam bërë në një video që kam thënë dua një vajzë për fat, unë Agron Lakës i kam lënë Allahun. Pra Agron Lakaj, ku ta dëgjosh të videon, unë të kam lënë Allahun, që në tallesh me njerëzit. Ju lutem, po tallesh me një fukara, unë jam familjar dhe ta dish, ajo video ka 2 vjet. Edhe unë jam i martuar dhe jam bërë baba. Nusja ime ka lindur djalë. Dhe gjithashtu ju lutem, unë me gjithmen e di që ti ke bërë shaka me atë videon, por mua më vret më shumë më vret sinqerdja. Se më fal se nga emocione më shumë më vjen turp nga vetja ime, që ku më shohin në rrugë, më thonë ja ky që do grua. Ma Agron Lakaj, të kam lënë Zotin, the më ke shfaqur atë videon tim në Al Pazar. Ju lutem, të gjithë ju që të shikoni këtë videon time, unë jam i martuar dhe jam bërë baba. Ajo video ka 2 vjet që ka edhur në YouTube. Pra dhe Agron, ty po të them për herë të fundit, të kam lënë Allahun që ke edhur në Al Pazar videon time. Agron, unë jam i martuar dhe jam bërë baba, pra të kam lënë Allahun. Persona që më tallin dhe që më shajnë, i kam lënë Allahun, ku i thuhet një fjalë, eshendu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që do të thonë, nuk ka zot përveç Allahut dhe i dërguarit i është pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, Zoti është shumë i madh, mos kujtoni se do vdesim një ditë dhe do japim llogari para Allahut. Për çdo person që të vdesi do japi llogari. Pra ju lutem, mos e përgojoni të tjerët, mos i shani të tjerët, mos kujtoni çfarë kemi bërë në këtë botë, do t'i lajmë gjithë në botën tjetër. Se Allahu është shumë i mrekullueshëm, Allahu bën mrekullira. Pra ju lutem, me zemë, me shpirt, unë me gjithmen, unë kam thënë dua një grua për fat, për në fund unë e kam gjetur gruar. Dhe jam bërë baba, pra po ju them me për herë të dytë, dhe po ju lajmëroj 100 herë këtë fjalë, po ju them. Unë që kam edhe video dua nuse për fat, unë e kam gjetur bashorten time. Gruan e thanë dhe jam bërë baba. Nusja ka lindur djalë. Dhe gjithashtu Agron, të kam lënë Allahun që ti mua më ke edhe një video time në Al Pazar. Të kam lënë Allahu shikon, vonon, por nuk harron një ditë. Të lutem, përse ma ke marrë videon edhe ma ke edhe në Al Pazar, më vjen turp nga vetja ime, ku më shohin në rrugë dhe më thënë, ja ky djali që do grua. Mua më vjen turp dhe çfarë t'ju them njerëzve, dhe nga turpi ul kokën dhe vazhdoj rrugën time. Po ato që tallin dhe që më shajnë nga babai,
unë I kam lënë Allahun, se babai mua më ka vdekur. Ju lutem mos ma lëndoni zemrën, se babi më ka vdekur. Çfarë ju kam bërë se ju lomsh Allah? Me ju shajt unë, do ju vi mirë, po unë nuk shaj njeri. Ta di nuk shaj njeri, por vetën ju lih Allahun, se Allahu është shumë I madh. Allahu shikon, vënon, por nuk arron një ditë. E shëndu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që do me thonë nuk ka zot prej veç Allahu, dhe I dërguari I Tij është pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra dua ju them për çdo person që më ka tallur dhe që më shan, unë I li Allahun. Gjithashtu për persona që mua më kanë falëndëruar dhe që më kanë falëndëruar dhe që më kanë bërë frenza, unë I falënderoj shumë nga zemra ime, që Allahu ja shpërblef me të mira. Pra ju lutem për personat që flasin mirë për mua dhe që kanë folur mirë në komentet e mia, unë dua t'i falënderoj shumë nga zemra ime dhe I them që Allahu ja shpërblef me të mira. Dhe shumë faleminderit për komentet që mi keni shkruajtur. Personat që më kanë shajtur, unë I kam lënë Allahun, dhe ato që më tallin I kam lënë Allahun. Gjithashtu dhe Argon Vllakës I kam lënë Allahun. Që ka marrë videon tim e ka hedhur në YouTube. Unë e kam gjetur nusën, jam bërë baba dhe nusja im ka lindur djalë. Ju lutem, kush e shikon këtë video, unë jam bërë baba dhe jam I martuar. Jetoj shtëpi me qera, me gjithmen jam fukara, por sa të ke mundësi me lule dilli që shes, me gjithmen e fitoj nga I lek, e rrujat e lek, leku nuk ka gjoj kot një kot, se unë cigaren se pi, alkohol nuk pi, ashash nuk pi, I lotës nuk jam, I drogës nuk jam, I ashashit nuk jam, që janë të loto sporte, nuk far, nuk jam shumë për shtëpi, shavalët e mia, gjojnë që më tallin I Zotin, I Allahun. Gjithashtu unë dua të falënderoj shumë nga zemra ime tregun e madh që mua më ndihmon, që me pak lek ato që mua më ndihmojnë, unë mbaj familjen. Me thanë që unë më ka ndihmuar tregu madh shumë dhe dua ta falenderoj shumë tregun e madh nga zemra ime dhe I them që Allahu ja shpërblef me të mira. Dua ta falenderoj të gjithë ato që më kanë ndihmuar. Gjithashtu dua ta falenderoj dhe Bertin Drapnin që mua më ka ndihmuar, më ka marrë në Itali dhe bashkë me bashortën e tij dhe farifisin e tij. Dhe më ka marrë pllom dorës në Itali që dhe unë e pash botën me sy. Ju lutem mos dëgjoni fjalët e çfarë thonë njerëzit dhe që thonë të tjerë. Ju lutem mos u tallni dhe mos më shani më. Prapë ju them, për personat që më tallin ju kam lënë Allahun. Për personat që më shajnë I kam lënë Allahun. Kurse për persona që kanë folur mirë për mua në koment dhe kanë folur mirë dhe nuk më kanë shajtur, unë I them që Allahu ja shpërblef me të mira. E shëndu la ilaha illallah e Muhammed Rasulullah që do me thonë, nuk ka zot përveç Allahu, I dërguari I Tij është pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra çdo njeri që do vdesi do japi llogari para Allahut, ai që përgorion të tjerët, ai që pin alkoolin, ai që am mishin e derrit, ato persona do jenë të paqë që do shkojnë në zjarrin e xhenemit. Pra vëllezër dhe motra, ju lutem mos bëni mëkate në këtë botë dhe mos kujtoni se çfarë keni bërë në këtë botë dhe nuk mos kujtoni çfarë keni bërë në këtë botë dhe mos kujtoni se në ato botë tjetër do t'i lani të gjitha. Allahu shikon, vonon, por nuk harron një ditë. Ju lutem shumë. Allahu është shumë I mrekullueshëm. Për mua Allahu më ka ndihmuar shumë. Pra Allahu bën mrekullirat e veta. Ju lutem çdo person që do vdesi do japi llogari para Allahut dhe për persona po ju them edhe për përsërit qinder. Për persona që mua më kanë shajt, unë I kam lënë Allahun. Persona që më tallin I kam lënë Allahun. Gjithashtu dua të falenderoj të gjithë ato që më kanë bërë shok në Facebook, dua të falenderoj fansat e mia dhe dua të falenderoj të gjithë ato që kanë shkruar komentet e mia, fjalë të mira për mua, unë dua t'i falenderoj shumë dhe I them që Allahu ja shpërblef me të mira. Po persona që më kanë lavdëruar dhe më kanë thënë fjalë të mira. Kurse për persona që më kanë shajtur dhe që më tallin, unë I kam lënë Allahun. Pra ju lutem mos më tallni dhe mos më shani. Dhe gjithashtu unë dua të falenderoj nga zemra ime tregun e madh që mua më ndihmon. Me pak lek që unë mbaj gruan dhe djalin tim.
unë jetoj me një shtëpi me qera. Me thonë drejtën, me pak lek që fitoj, e baballoj jetën, por kam nevojë për një ndihmë, por nuk e vendon njëri në zemër për mua. Pra jam njëri thjesht, nuk jam i drogës, nuk jam i ashasi, nuk jam i alkoolit, nuk jam i orllotës, jam çun punëtor, shoh atë mia, kur sa gron llaka si kam lënë Allahun, që mua ma ka bërë një video që unë kam thënë dua një vajzë për fat, unë i kam lënë Allahu agron llaka dhe ka atë video që agron llaka e ka dhënë në Al Pazar, është tallë me jetën time, unë i kam lënë Allahun. Mos kujtoj ai se një ditë do të vdesi dhe do japi para Allahut, do japi llogari dhe nuk ja bëj Allah në botë. Se mua më ka ul farë në atë video dhe më vjen turp nga vetja ku më shohin të tjerë në rrugë dhe më thënë, ja ky thotë që do grua. Unë jam i martuar dhe jam bërë me djalë. Pra ju lutem mos. Ai agron llaka ka bërë një shaka, ka bërë si punë humori. Por i kam lënë Allahun, vetë Allahu shikon vënon dhe nuk harron një ditë. Dua të falenderoj tregun që mua më ndihmon, me pak lehtë unë që maj familjen, maj gruan, jetoj me shtëpi me qera, jam bërë me djalin e kanë një muash, pra dua të falenderoj të gjithë ato që më duan, dua të falenderoj fansat e mia, dua të falenderoj të gjithë ato që flasin mirë për mua, dua të falenderoj të gjithë ato që shkruajnë në Facebook edhe në komentet e mia që shkruajnë fjalë të mira, se për ato që më shajnë dhe për ato që më tallën i kam lënë Allahu. U i thuhet një fjalë eshendu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që do të thonë nuk ka zot përveç Allahut dhe dërguari i tij është pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që do të thonë që Allahu është i madh. Mos kujtoni vëllezër dhe motra. Mos kujtoni ai person që përgojon të tjerët, ai që pin alkoolin, ai që amishin e deri do japi llogari para Allahut. Mos kujtoni se do vdesin një ditë dhe do japin llogari para Allahut. Allahu shumë i mrekullueshëm vëllezër dhe motra. Ju lutem mos më shani dhe më ju lutem mos më tallni. Se ditë do vdesim dhe do japim llogari para Allahut. Mos kujtoni se çfarë keni bërë në këtë botë, dhe t'i lajmë gjithë në botën tjetër. Pra ju lutem shumë mos më shani. Tani këtë inqëzim që e kam bërë me datë 25 i 12 me thane kam bërë me datë 25 i 12 më fal se kam pak e mencionuar me thënë drejtën, këtë inqëzim e kam bërë me datë 25 i 12 i 2012 datës në muajin dhjetor. Pra ju lutem mos më shani. Gjithashtu do të falenderoj të gjithë ato që më duan, do të falenderoj të gjithë fansat e mia, do të falenderoj të gjithë ato që flasin mirë për mua, personat që më shajnë dhe që më tallën, i kam lënë Allahun dhe Agron Vllakës dhe Federik Nosi kam lënë Allahun. Ju lutem shumë, mos e merrni për humor atë videon që Agron Vllaka i ka bërë për mua. Unë jam i martuar, por ju them edhe herë, jam i martuar dhe jam bërë baba. Me respekt ardhi Durrës.